Në Gostivar vazhdon procesi I hiperklorimit të ujit, ndërsa kryeministri pret që së shpejti qytetarët të kenë ujë që mund të përdoret edhe për pije dhe gatim. Sipas Mickoskit, problemi ka ardhur si pasojë e punës së papërgjegjshme të disa të punësuarve në ndërmarrjen publike, të cilët siç tha ai, kanë futur ujë nga lumi në rezervoarin kryesor. Ai pret zgjerimin e hetimit për rastin me ujin në Gostivar. Имавме несовесно работење на вработениот јавното предпријатие Водовод, кој што директно со цевки и пумпи вода од река префрлиле во главниот резервоар. Затоа обвинителството постапуваше и постапува и веќе имаме лица кои што се обезбедени, сослушани и така натаму, и очекувам да имаме и проширување во истрагата. Одговорноста е лоцирана и се превземаат мерки. LSM ka vazhduar me akuza, duke thënë se për shkak të patriotëve të tenderëve, Klekovski dhe Mickoski është helmuar e gjithë Maqedonia. Sipas tyre, me mbi 50 vendbanime në vend, uji nuk është I sigurt për pije, ndërsa lista po zgjerohet çdo ditë. Ata paralajmërojnë se në Gostivar ekziston rrezik për epidemi të verdhëzës. Се уште не се објавува извештајот за вода во Гостивар. Кој одобри, потпиша и кој гарантира дека техничката вода е безбедна. А Мицкоски и Клековски даваат спротивни изјави. Клековски вели, до крај на неделата водата во Гостивар ќе може да се пие, а Мицковски вели има нова бактерија. Ова е тотален институционален колапс. Резултат на неспособност, небрежност и целосно игнорирање на основните потреби на граѓаните од страна на тендер патриотите. Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë njoftoi se gjendja me epidemi në Gostivar është stabile. Me 31 korrik janë regjistruar gjithsej 60 kontrolle të para, edhe pse është shënuar rritje ditore, sipas ministrisë, trendi I përgjithshëm mbetet dukshëm më I ulët krahasuar me kulmin e 18 korrikut, kur ishin evidentuar 649 kontrolle. Nga ministria informojnë se nga 14 deri në 31 korrik janë regjistruar gjithsej 4543 kontrolle të para. Deri tani janë pranuar 1028 paraqitje zyrtare për sëmundje infektive dhe janë përgatitur 730 anketa të reja epidemiologjike me përfshirje prej 71%.